Mbyllja e qëllimshme dhe papërgjegjshmëria për kanalet e ujitjes u kushtoi shtrenjtë banorëve të Nerashtit nga komuna e Tearcës. Rreshjet e dendura të shiut kanë vërshuar rrugët, ndërsa një banori i është shembur muri anash shtëpisë. Edhe vetë, që ka ai fati madh akon që në ka rrezu edhe shpinë, ajo akon më e mira që s'ka ardhur të rrezoj shpinë. E kam fat që ka mbështet për shtëpi edhe andal aty. Edhe damet mund të shihen këtë që mba, për ka ardhur ai me shpejtësi të madhe ai bageri, edhe i ka hjek kët edhe e ka pastruar vendin që për me mos më bë dëm shumë i madh. Se për ndryshe do bëj dëm i madh nuk e fatale se mund të ki ç'është shkar që mund të rrezoj edhe shtëpinë. Kryetari i Tearcës Daud Memishi deklaron se deri më tani nuk ka ndonjë denoncim zyrtar për dëme nga qytetarët. Sipas tij, ekipet komunale dhe zjarfiksit kanë riparuar rrugët e dëmtuara menjëherë pas tuhisë, por ai nënvizon se problemet vijnë si pasojë vetë banorëve që mbyllin kanalet e hapura rreth malit Sharr. Mirë po vlen të potencohet edhe një gjë që në komunën e Tearcës ne jemi rreth malit Sharr dhe nga shilet e rëmbyeshëm i kemi gjitha fshatrat do të thotë kanalet të hapur, kanalet atmosferik. Fatkeqësisht në disa fshatra e kanë mbyllur me arsyetimin që rrugët e jenë më të gjera, mirë po e shihni që kur ka rreshje të mëdha ata nuk janë në gjendje ta përbinë gjithë ato ujë të madh. Dhe për këtë ndodhin edhe vështrime. Për dallim nga Tearca, në Tetov situata ka qenë nën kontroll dhe pa dëme materiale. Nga ndërmarrja publike komunale Sharri thonë se pastrimi i vazhdueshëm i rrjetit të kanalizimit fekal dhe atmosferik gjatë 2 viteve të fundit ka dhënë rezultate, duke bërë që pikat kritike të menaxhohen me shpejtësi. Se ka pasur rreshje të shumta të shiut, ne kemi arritur që shumë shpejt që në lokacionet ku kemi problem, që ta zgjidhim problemin menjëherë, të intervenojmë dhe nuk kena pasur ndonjë pik ose ndonjë problem të madh i cili ka mundur të shkaktoj dëme, po ashtu siç e kanë nisur para 2 viti pastrimin e gjithë qytetit kanalizimeve fekal dhe atmosferik, edhe sot vazhdojmë në të njëjtat pika ku i kemi gypat kryesor ku kalon i gjithë kanalizimi i qytetit, vazhdojmë që t'i pastrojmë, t'i lajmë ato, që kur të ketë rreshje të mëdha të shiut të mos hasemi në probleme të se jemi hasur më përpara. Më problematike vazhdojnë të mbeten nënkalimet në lagjen Dardania. Megjithatë, fal ndërhyrjes së shpejtë të njësisë së zjarfiksve, uji i grumbulluar është tërhequr dhe të 2 nënkalimet për momentin janë plotësisht të kalueshme për qytetarët.